Në prag të zgjedhjeve të 11 majit, qarku i Korçës paraqet një sfidë të fortë elektorale, ku forcat politike po bëjnë llogaritjet e fundit për mandatet e parlamentit. Në këto zgjedhje, qarku do të ketë 10 mandate, një më pak se zgjedhjet e vitit 2021. Në zgjedhjet e atij viti, Partia Socialiste në Juglindje mori 61.000 vota, që i siguruan 6 mandate, ndërsa Partia Demokratike me 51.000 vota fitoi 5 mandate deputetësh. Ndërkohë, Lëvizja Socialiste për Integrim, megjithëse mori 8.500 vota, nuk arriti të siguronte asnjë mandat. Për zgjedhjet e këtij viti, është vlerësuar se një forcë politike duhet të marrë nga 11.200 vota deri në 11.700 vota për të siguruar një deputet në qarkun e Korçës. Partia Socialiste ka deklaruar publikisht synimin për 7 mandate, ndërsa Partia Demokratike është e bindur se mandatet do të ndahen 5 me 5. Lista e kandidatëve të konfirmuar nga ana e Partisë Socialiste është 3 kandidat janë të sigurt për në parlament: Niko Peleshi, Romina Kuko dhe Genti Lakollari. Nga lista e mbyllur e Partisë Demokratike në parlament shkojnë Ivi Kaso, Ledina Alolli dhe Bledion Nallbati. Nëse ruhet skema e ndarjes 6-4 në favor të Partisë Socialiste, 3 mandate janë ende të paqarta, 2 për kandidat meshkuj dhe 1 për kandidatet femra. Një nga kandidatët me shanse më të larta është Bledi Çomo, i cili bazuar në votat e Partisë Socialiste në Pogradec dhe 18.000 votat personale të kryebashkiakut Ilir Xhakolli, ka një pozicion të favorshëm në parlament. Ndërkohë, gara për mandatin e mbetur mes meshkujve të Partisë Socialiste është ndërmjet Ilir Pendavinjit, Ariani Auplarit dhe Eri Rustemit, ndërsa mandati i femrave të Partisë Socialiste do të diskutohet mes Eni Zakes, Besa Spaos e Vinjola Rotës. Nga ana tjetër, Partia Demokratike me skemën 6-4 ka vetëm një mandat të diskutueshëm, për cilin ngarojnë Edmond Spau dhe Andrea Mano, aktualisht deputet. Gjithashtu, kandidat me mbështetje të fortë janë Cristiano Kocibelli, Genti Çela, Gentian Çala dhe Fidel Kreka. Në këto zgjedhje, përballja nuk është vetëm mes forcave politike, por edhe brenda vetë partive. Gara e brendshme për mandate ka shtuar tensionin dhe mobilizimin në çdo deg të partive respektive. Rezultati i këtyre zgjedhjeve do të përcaktojë balancën e forcave politike në Juglindje dhe do të tregojë nëse strategjitë e reja elektorale të partive do të japin frytet në këtë betejë të fortë zgjedhore me 11 maj.